Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, falenderimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamat i dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të ndëruar agjërues dhe agjëruese, po i afrohemi edhe fundit të këtij muaji të bekuar të Ramazanit, po edhe këtij cikli të bekuar të ligjëratave, ku jemi duke fol një temë të këndshme. Ajo është emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall, që kemi zgjedh këtë cikël të temave enkas për muajin e bekuar të Ramazanit. Jemi në përfundimin e iftarit 28 me radhë të këtij muaji të bekuar të Ramazanit, dhe jemi në emrin e radhës të 28 me radhë në këtë muaj. Ai emri i Allahut Azza wa Jall është El Azim, që do thotë madhështori. Ky është një nga emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall, me të cilën emër e ka emërtuar Allahu Azza wa Jall veten e tij. Pra El Azim, madhështori, madhështia të cilët nuk mund të perceptohet kurse nëpërmjet shqisave njerëzore. Këtë emër Allahu Azza wa Jall e ka potencuar në Kur'anin famlar 9 herë. Për shembull, Allahu tha në fundin e ajetit 255 të surës Al-Baqara: "Wa huwa al-Aliyyul Azim", Allahu është i larti madhështori. Pastaj tha në surën Haqqa ajeti 74: "Fasabbih bismi rabbikal azim", prandaj lartësoje emrin e Zotit tënd, i cili është i madhërisëm subhanahu wa ta'ala. Pastaj tha Allahu në surën Haqqa ajeti 33: "Innahu kana la yu'minu billahi al-azim", sepse ai nuk besonte pra në Allahun e madhëruar. Kuptimi gjuhësor i emrit të Allahut El Azim do thot i madh, e kundërta Es-Saghir, që do thot i vogël. Për shembull, thuhet se filani është Azimul Qaum, njëri nga të mëdhejt e popullit apo prijësi i tyre. El Azim, at-ta'zim në aspektin gjuhësor do thot ta bësh dikë të madh, ta konsiderosh të madh. Ndërsa sa i përket latmadrisë së Allahut Azza wa Jall, El Azim, kanë thënë ulemaja, është ai që ka madhështi e lartësi. Kjo ka për qëllim madhështi në pozitë, në respekt, e jo madhështi që është cilësia e trupave krijesave, siç thuhet për shembull zotëria i madhe i popullit, i parë i popullit. Gjithashtu kanë thënë dietarët, El Azim i takon vetëm lartmadrisë së Allahut Azza wa Jall, që do thot i cili është i madhruar, do thot në cilësitë e tij, i cili është i madhruar në famë, në pozitë dhe respekt, nga sa ai është krijues i çdo gjëje. Ai është El Azim, i madh në çdo gjë, në lartmadrinë e tij, në emrat e tij, në mëshirën e tij, në fuqinë e tij, në çdo gjë është i lartmadhruar subhanahu wa ta'ala. Kuptimi i madhështisë së Allahut Azza wa Jall në terminologjinë islame nuk kuptohet dy lloje. Lloji i parë është Allahu është i përshkruar me këtë cilësi të përkryer. Atij i përket madhështia më e madhe, më e plotë dhe më e gjellë, më e gjerë. Ai ka dije gjithëpërfshirëse. Ai mbizotron dhe madhështia e tij ka plan 7 kaçej dhe toka, të gjitha janë në dorën e gjithë mëshirshmit, dhe ato janë të vogla sa një thërmi apo kokër gruni, ashtu siç ka thënë Ibn Abasi për ajetin kuranor të surës Zumar, ku Allahu tha: "Wa man qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala ma yushrikun." Ata nuk e kanë madhruar Allahun siç duhet dhe fushinë e tij. Në ditën e Kiametit e toka do të jetë në grushin e tij, në dorën e tij, ndërsa qiejtë do mbështillen në të djathën e tij. I lavdruar dhe i lartësuar qoftë ai nga ajo që ata i shoqërojnë adhurim. Në hadith kutsi të vërtetë ka ardhur se pejgamberi sallam ka thonë se Zoti xhallahu ala ka thonë në hadithin kutsi: "El kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhum qadhaftuhu fi an-nar." Tha madhëria dhe madhështia më takojnë mua. Kush më bën konkurrencë në to,
do të hedhë në zjarr të xhehenemit. Allahu na ruaj. Pra madhështia absolute i përket vetëm lavdërisë së Allahut, që është cilësi që nuk mund të perceptohet kurrësi nëpërmjet shqisave e as imagjinatës së njeriu. Lloji i dytë është i vetmi ai që duhet madhruar, është Allahu Azza wa Jall. Askush nuk e meriton të madhrohet nga krijesat siç madhrohet Allahu Azza wa Jall. Andaj madhrimi ndaj Zotit bëhet me zemër, me gjuhë e pastaj me gjymtyr. Pra Allahut duhet t'i nështrohemi, atë duhet t'a njohim, t'i besojmë, nga sa ai është i lartë madhruar subhanahu wa ta'ala. Andaj pjesë e madhrimit të Allahut Azza wa Jall është ta madhrojmë atë që na ka urdhëruar Allahu të madhrohet. Për shembull, me i respektu pejgamberët e Allahut, Qabën, xhamit në përgjithësi, fenë e Allahut, librin e Allahut, është prej madhrimit dhe respektit të Allahut Azza wa Jall. Allahu subhanahu wa ta'ala tha në surën Hajj: "Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." Kjo është kështu nga se kush i madhron shenjat e Allahut, ajo është shenjë e takvas dhe është shenjë e devotshmërisë së zemrave. Dhe Allahu kërkon që na ta madhrojmë atë subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu thot Allahu Azza wa Jall: "Dhalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Pra kështu kush e madhron atë që Allahu e ka bërë të shenjtë, ajo është më e dobishme për të te Zoti i vet. Andaj ne e madhrojmë Allahun, agjëruese të nderuara, siç i përket lartëmadhërisë së tij. E madhrojnë Allahun ashtu siç e meriton Zoti xhallahu ala. Dhe normalisht na i drejtohemi vetëm Allahut Azza wa Jall dhe as kujt tjetër, nga se ai që urdhëron o Zoti, ai që ndalon është Allahu Azza wa Jall. Për të arsye Allahu subhanahu wa ta'ala i drejtohet disa krijesave se qysh nuk e madhrojnë Zotin përkundër këtyre begative dhuntive që Allahu u jep. Tha Allahu në surën Nuh: "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Çka është puna me juve kështu që nuk e madhroni Allahun Azza wa Jall si duhet dhe sa duhet. Dietarët kanë thonë që Allahu kërkon që të madhrohet dhe t'i kijet frikë vetëm atij subhanahu wa ta'ala. Transmeton Hudhaifa radiallahu an se pejgamberi sallam ka thonë në ruku: "Subhana rabbiyal azim." Pra i lartësuar qof Zoti i madh. Pra Allahu na ka urdhëruar që edhe në ruku ta madhrojmë Allahun Azza wa Jall, ta lartëmadhrojmë duke thënë Subhana rabbiyal azim. I lartëmadhruar është Allahu Azza wa Jall. Kur e kupton muslimani këtë emër të bukur të Allahut Azza wa Jall, i shtohet frikë respekti ndaj Zotit, i shtohet madhrimi ndaj Allahut Azza wa Jall, i shtohet dashuria ndaj Zotit dhe i shtohet respekti për gjërat që Allahu i ka bërë haram duke u larguar prej tyre, për gjërat që Allahu Azza wa Jall i ka obligu që t'i veproj, nga se kjo është prej respektit, është edhe prej madhrimi që ja bën muslimani Allahut Azza wa Jall, Zotit xhallahu ala. Andaj Allahu Azza wa Jall është i lartëmadhruar në emrat e tij. Allahu është i lartëmadhruar në cilësitë e tij subhanahu wa ta'ala. Allahu është i lartëmadhruar në veprimet e tij, në fjalët e tij, në urdhëresat e tij, në ndalesat e tij subhanahu wa ta'ala. Andaj ai i cili i friksohet Zotit, Allahu ja shton begatin. Për atë arsye tha Allahu Azza wa Jall: "Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Kush i friksohet Allahut, Allahu ja fal gjunahet edhe ja stërmazon shpërblimet e tij subhanahu wa ta'ala. Andaj muslimani e lartëmadhron Allahun Azza wa Jall, e njëson vetëm atë, i nënshtrohet vetëm atij subhanahu wa ta'ala. Pra duhet ta njësojmë Allahun, ta adhurojmë si Zot të vetëm, ta lartëmadhrojmë ashtu siç i përket dhe i takon lartëmadhërisë së tij xhallahu ala. Pra ishte emri i radhës në këtë cikël të ligjratave prej emrave të bukur të Allahut Azza wa Jall, El Azim, madhështori. Elu Zotin e madh që ditët e kanë kalu të këtij muaji që janë 28 ditë, Allahu të na pranoj, ndërsa dita që na ka mbet vetëm edhe dita nesërme, Allahu të na mësoj të agjërojmë edhe atë ditë, ta plotësojmë këtë muaj të bekuar të Ramazanit, edhe që shta Zoti walitukabbirullaha ala ma hadakum,
që t'i plotësoni ditët e Ramazanit edhe ta lavdëroni Allahun Azza wa Jall, wa la'allakum tashkurun, edhe ta falënderoni Zotin që u amundsoi me përfundu Ramazanin edhe me arrit Fitr Bajramin. Allahu na pranoft, lutem Zotin e Madh që të jemi në kujdesin e Tij dhe në takimin e ardhshëm. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.